السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث. أبو هريرة رضي الله عنه thot që dashuri im mua ka ikëshiluar ose mua ka parasitur për tre gjëra. La ada'ahunna hatta amut. Unë nuk le atyre deri sa do i vdes. Do të thënë porosia e Profetit alayhis salatu wasalam do zbatoj deri në vdekje. Çfarë është ajo porosia e Profetit alayhis salatu wasalam? Ni Saumu thalathati ayyam min kulli shahr. Në çdo muaj agjerimi 3 ditë. Ose agjeru data 1, 2, 3, ose agjeru 12, 13, 14 ditët henor. Ose agjeru 27, 28, 29. Kjo është agjerimi 3 ditë në çdo muaj. Dyta, salatu duha. Falja e namazit duha. Kurse treta ka thënë an-nawmu ala vitrin. Gjumi në namazi vitr. Do me thënë nuk do flem gjumë pa falu namazi vitr. Kjo është 3 këshilla dërgullor xhaleshanu. E pari agjerimi çdo muaj 3 ditë. Dytë falja salatu duha, mund të falemi nga 2, 4, 6, 8, atë sa kemi mundësia. Kurse treti është nuk do flem gjumi pa falur vitri. Pse? Nuk e di a del gjumi apo jo. Prandaj duhet të falemi vitri, pastaj do të flem gjumi. Për personi që nuk ka sigurt që a do i zgjohesh në fund natë apo jo. Nëse dikush që ka sigurt, ai më mirë është të falet namazi vitri sa më vonë. Kjo hadithi transmeton Imam Bukhari rahimahullah. Allahu na mëson të praktikojmë këtë hadith për selam.